Prandaj besimtarët tanë, amenna wa aslamna, ne besuam dhe ju nënshtruam. Për këtë Allahu Gjellëshanu ju përgëzon. Thot Allahu Gjellëshanu, fa atabahum Allahu bima qalu. Allahu i shpërblej ata për këtë thënien e tyre. E le më pasaj ata vepruan, sakrifikuan, u lodhen, por qëndruan, bonën sabër. Ashtu Allahu i shpërblen robët e tij. Prandaj o besimtar, Allahu nuk dëshiron vështirësi për ne. Përkundërzi, ai dëshiron lehtësi. Por ai të mëson tyje si shkon kjo punë. Ai të tregon, ai të udhëzon, ai të dërgoj Resullullahun që të mësoj ty si shkon kjo rrugë. Prandaj, falënderoni Allahun për këtë mirësi. Thuni estagfirullah në këtë ditë të fundit, nga se kemi mujt ndoshta me gabu. Jemi njerëz, por Allahu na fal neve nëse ne kërkojmë falje. Nëse themi estagfirullah, Allahu është ai i cili fal. Sikur në fund të namazit në shkon mendja dikun, e pastaj themi estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah në fund të namazit, ashtu që të largohen ato dyshimet dhe ato gabimet që s'ka mundësi në namaz të ndikojnë tek ti. Po pastaj ata të cilët ishin të mangëta, gjërat që kanë të bëjnë me agjerim, apo nuk ka agjeruar le ta plotësoje. E pastaj në fund, le të madhroj Allahun dhe të thotë, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ashtu Allahu na mësoi renditjen. Tha Allahu Gjellëshanu në Kur'anin famlar. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Që do të thotë që ta plotësoni nurin e ditëve të mbetura. Madhroni Allahun. Thuni në fund të agjerimit Allahu Akbar, keni arritur. Për shkak se Allahu ju mësoi këtë. Dhe ai ju solli në këtë rrugë të drejtë. E ndoshta për këtë çështje e meriton Allahu që ta falenderoni. Sa mirë do të ishte po sikur të marrim këtë udhëzim. Sikur të marrim Kur'anin rrugë për neve. Sikur të marrim Resulullahun shembull tyr për neve. Sa do të ishte më mirë për neve. Prandaj o xhamat, thuni estagfirullah. Thuni estagfirullah. Jemi njerëz, gabojmë. Do shta e ofendojmë dikon, do shta e folin dhe një fjalë, por istighfari është për këto punë. Është një fjalë madhështore, e cilat të largon atë keqe dhe të zallëson me të mirë. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. E them këtë fjalë dhe ju them juve, thuni estagfirullah. Do shta Allahu do të na ketë parasysh.